Gjykata e posaçme e GJK-s la në fuqi sekuestrimin e një sër pasurish të dhëndrit dhe vajzës së ish-kryeministrit Sali Berisha, duke rrëzuar kërkesën e tyre për lirimin e pronave. Gjyqtarja Elsa Udhiri e gjykatës së posaçme la në fuqi vendimin për ngrirjen e gati 25 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të Jamar Maltezit dhe Argita Berishës, pjesë e dosjes Partizani. Kërkesa e tyre për heqjen e sekuestrove u bazua në argumentin se pasuritë e sekuestruara nuk janë të barazvlefshme me produktin e veprës penale për cilën dyshohet, duke kërkuar lirimin e pronave për t'i përdorur lirshëm. Sipas kërkesave, disa prej pronave të bllokuara janë në bashkëpronësi të Argita Maltezit, e cila nuk ka asnjë përfshirje penale në këtë çështje. Gjithashtu ata argumentuan se masa e sekuestros ka një efekt të padrejtë financiar dhe juridik mbi jetën e përditshme dhe aktivitetin e tyre ekonomik. Paralelisht me këtë proces për zhbllokimin e pasurive, Jamar Maltezi po përballet edhe në gjykatën e posaçme për çështjen kryesore në themel. Ai ka deklaruar se procesi ndaj tij është një gjueti shtrigash me motiv politik dhe ka akuzuar prokurorinë dhe gjykatën e posaçme për manipulim të provave në të paktën 30 raste, duke vënë në dyshim legjitimitetin e hetimeve dhe vendimeve. Ky zhvillim shënon një etap tjetër, një proces juridik që ka tërhequr vëmendje të madhe për shkak të lidhjeve të përfshirëve me ish-kryeministrin Sali Berisha edhe implikimet e mundshme politike të hetimit. Vendimi i GJK-s konfirmon se sekuestrimi mbetet në fuqi, ndërsa palët duhet vazhdojnë të kërkojnë rishikime në rrugët juridike.